Kryeministri i Indisë, Narendra Modi, u ka bërë thirrje qytetarëve të reduktojnë përdorimin e karburantit dhe të rikthejnë praktikat e punës nga shtëpia për shkak të rritjes së çmimeve globale të energjisë dhe presionit mbi rezervat valutore të vendit. Duke folur në Secunderabad, Modi tha se në kohë krizash globale, qytetarët duhet të tregojnë përgjegjësi dhe të kontribuojnë në mbrojtjen e interesit kombëtar. Ai theksoi se përdorimi i benzinës dhe naftës duhet të kufizohet sa më shumë, duke kërkuar nga qytetarët të kursejnë karburantin. Kryeministri indian kujtoi gjithashtu periudhën e pandemisë së koronavirusit, kur puna nga shtëpia, mbledhjet online dhe videokonferencat u bën pjesë e përditshmërisë. Sipas tij, rikthimi i këtyre praktikave do të ishte në interes të vendit në kushtet aktuale ekonomike. Modi u bëri thirrje edhe fermerëve që të përgjysmojnë përdorimin e plerave kimike, duke argumentuar se ulja e importeve të tyre do të ndihmojnë në lehtësimin e presionit mbi ekonominë indiane dhe rezervat valutore.